Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Besoj një maraton do të kemi sot me problematika shumë të ngjeshura. Vazhdon protesta. Ne do të shpjegojmë gjithësisht pse kanë dalë shqiptarët, përpiqemi të shpjegojmë me të ftuarit në studio pse kanë dalë në protestë. Ata që kanë dalë, pra shqiptarët që kanë dalë në këtë protestë. Do të flasim gjithësisht për këtë problem, por për njëkohësisht, siç ndodh rëndom në vendin ku ne jetojmë, ka ndodhur dhe ngjarje të cilat ne do t'i përcjellim në minutat e para të këtij emisioni dhe pastaj do të zhytemi te pjesa e protestës. Ndërkohë regjia, nëse mundet, ne kemi në sheshin para kryeministrisë, kemi kamera dhe njeriu ton aty. Mirëmbrëma i dashur. Çfarë ndodh? Mbaroi? Protesta, Marenglen. Jo, s'po e dëgjoj. Pse se dëgjoj Marenglenin? Marengleni, po. Marenglen, më dëgjon? Nuk më dëgjon, gjithsesi protesta vazhdon e do të kthehemi pas shumë minutash aty, pasi diskutojmë këto problematika që thamë. Përpiqemi ta rregulloni regjia më pas nëse do të jetë në vijim protesta pas minutave ne do të harxojmë për ngjarjet e reja. Në të pjesë tash, pra do të flasim tronditet vendi, është vrarë një efektiv i shqiponjave, ndërkohë SPAK ka shtuar akuzat ndaj Belinda Ballukut, ndërkohë ka marrë post SPAK ka marrë të pandehur Iglitaren, një nga figurat më të njohura të futbollit shqiptar. Së fundi edhe ditët e fundit ish drejtori teknik i Milanit, tani jo më, por ndërkohë SPAK e ka marrë atë të pandehur dhe ne do të kemi shpjegime. Edhe njëkohësisht e fundit do të jetë një tronditë zbulohen vjedhje në një bankë, UBA Bank, që ne kemi këtu. Pra, fillojmë me problemin e parë, zonja Lala dhe zoti Xhabina në studio me mua, për të përcjellë në këto minuta në mënyrë sa më intensive, sa më dinamike që ne të futemi me vrull te pjesa e protestës. Pra, efektivi shqiponjave Enea Mekolli është vrarë ditën e sotme, ndërsa kolegu i tij Edison Adri ka mbetur i plagosur. Ngjarja ka ndodhur në Maliq. Zonja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht? Kush është autori i ngjarjes dhe pse? Efektivi shqiponjës, ë? Po, Violant Braçellari është autori i dyshuar i kësaj ngjarje të rëndë, e cila është shënuar në orët e para të ditës së sotme. Forca Shqiponja, një patrull, pra rreth 7 forca Shqiponja janë nisur në drejtim të Malit Bode, zona e Lozhanit në Maliq, aty ku kishin marrë informacion që në një nga banesat ose stanet asaj zones që është zonë thellë malore, duhet thënë në qarkun e Korçës, fshihej Violant Braçellari, ish ushtarak i cili ishte dënuar me 10 vite burgim për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Sipas të dhënave paraprake, ka rezultuar se forca Shqiponja janë nisur në drejtim të kësaj zone malore mbi bazën e një planit posaçëm operacional, thuhet, por kjo mbetet për parë nëse realisht ka patur. Po, ky është efektivi Enea Mekolli që ka humbur jetën, është 34 vjeçar, oficer i forcës Shqiponja, ndërkohë që kolegu i tij Edison Adri ka mbetur i plagosur dhe aktualisht ndodhet në spitalin e traumës në gjendje të stabilizuar për momentin. Po ashtu është plagosur edhe autori i dyshuar i ngjarjes, Violant Braçellari, i cili ishte një personazh i shumë kërkuar i policisë në qarkun e Korçës, kishin dështuar disa herë forcat Enea për ta vënë, është pikërisht ky person që ne po shohim tashmë autori. Ky është vrasi. Po, ky është autori i dyshuar i ngjarjes. Kishte dështuar disa herë Enea për ta vënë në pranga për faktin se ai është ish ushtarak dhe ka njohuri shumë të mira për t'i shpëtuar forcave të policisë, por edhe për përdorimin e armëve të zjarrit. Ditën e sotme, furgoni, pra automjetet e policisë me 7 forca kanë shkuar në zonën ku ai dyshohej që fshihej dhe që mendohej që takonte nënën e tij në atë zonë. Ka pasur edhe qenë stanit, pra që i mbante. Dhe në momentin që forcat e policisë kanë menduar që e kanë rrethuar dhe i kanë bërë thirrje të dorëzohet, Violant Braçellari ka qelluar në drejtim të tyre me Kalashnikov, duke lënë të vrarë Enea Mekollin, 34 vjeçar, dhe duke lënë të plagosur në nofull Edison Adri. Ndërkohë që nuk kundërpërgjigje, policia e Korçës e ka lënë ato të plagosur dhe aktualisht po merr ndihmë mjekësore. Tani kjo ngjarje përveç se është shumë e rëndë dhe patjetër tregon që forcat e policisë ndoshta do duhet të kenë një tjetër qasje në mënyrën se si organizojnë aksionet për kapjen e personave të shumë kërkuar, ngre edhe disa problematika shumë të rënda.
Së pari nuk di mende dhe nuk ka ende një hetim, pavarësisht se Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka shkuar në vendin e ngjarjes, nëse ka patur një plan të posaçëm operacional, përse nuk janë thirrur dhe nuk janë dërguar në operacion forca e posaçme operacionale apo forcat Renea, të cilat janë forca që normalisht duhet theksuar janë më të përgatitura dhe të specializuara për të bërë ndërhyrje të tilla, kur eksponent të tillë konsiderohen me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Për të patur një aksion suksesshëm, ka disa kritere dhe në rasti konkret, me sa duket është të anashkaluar rrezikshmëria që paraqiste ky personazh, që sikur se thash dhe duhet ta theksoj, është ish ushtarak dhe normalisht duke qenë autori dyshuar i ngjarjes është ish ushtarak. Është 43 vjeçar. 43 vjeçar? Po, 43 Do të jetë fotografia e... Është foto e vjetër në kohën kur është dyshuar për veprën penale të prodhimit dhe shitjes narkotikëve. Dhe në ato kohë është bërë kjo foto që qarkullon në media. Por, për shkak të aftësive si ish ushtarak, për shkak edhe të njohjes së zonës, ai kishte mundësinë dhe do duhet të angazhoheshin forcat e posaçme operacionale ose forcat Renea. Nuk mund të shkonin forca Shqiponia. Së dyti ka patur një pretendim që ka patur antiplumb, por personalisht mendoj që forcat Shqiponia shkojnë përgjithsisht se ne i shohim rrugëve të Tiranës, imagjino në zonat e thella siç është Maliqi, që të kenë qenë të veshura me antiplumb apo me pajisje të posaçme. Pavarësisht pretendimit që ka pas policia e shtetit, unë mendoj që do duhet ketë një hetim të thelluar për ta sqaruar këtë ngjarje dhe përgjegjësi institucionale. Sepse po ta shikosh me shumë kujdes, pati edhe një deklaratë nga zoti Hita, dhe me thënë drejtën është një deklaratë e cila nuk më bëri shumë sens, sepse zoti Hita tha që Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit nuk ka patur dieni për këtë operacion. Pra, nëse Drejtoria e Policisë së Korçës e ka anashkaluar rrugën institucionale dhe nuk ka lajmëruar reprorët në Policinë e Shtetit se ishte ndërmarrë një aksion për kapjen e këtij personazhi që konsiderohej shumë i rrezikshëm në zonë, atëherë minimalisht ka shpërdorim të detyrës dhe do duhet patjetër që të ketë përgjegjësi penale ndaj zyrtarëve të lartë të Policisë së Korçës. Deri më tani, pavarësisht se ngjarja është e rëndë dhe ne kemi një dëshmor të rënd në krye të detyrës, nuk kemi minimalisht një dorëheqje që të paktën do të zbusë deri diku edhe këtë ngjarje tragjike, që në fakt ndoshta nuk ka marrë vëmendjen e duhur edhe për shkak të valës së protestave. Zhabina? Detajet e ngjarjes janë pak ato që tha Klodi, por unë do ndalesha në një moment shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me hetimin e kësaj çështje, që në kundërshtimin tim për reagimin e policisë dhe mënyrën si ka reaguar policia të ketë një hetim penal dhe jo një hetim administrativ. Sepse për ngjarje të tjera që kanë ndodhur të këtij lloji, dua të kujtoj këtu vrasjen e efektivit në Lazarat, atëherë asnjë nga zinxhiri drejtues i policisë shtetit, policisë së gjirokastës nuk mbajti përgjegjësi. Dhe ky rast duhet shërbej që të paktën të ketë një hetim të imtësishëm penal dhe të përcaktohet roli i drejtuesve të kryesor të policisë, si në rangun e vendor që ka të bëjë me drejtorinë e Korçës, por dhe në rangun qendror, sigurisht nëse ka që mos mjaftohet me një hetim administrativ që vjen nga policia e shtetit dhe pastaj ku pam si jemi asgjë kundi, sepse një efektiv ka rënë në krye të detyrës dhe është një ngjarje e cila mund të ishte shmangur për shkak se duhet të ishte njoftuar Renea e cila është specializuar për të pasur ndërhyrje të tilla. Zoti Hita ka deklaruar që ka një hetim nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, por unë mendoj që nuk është kjo. Çështja do duhet është hetim administrativ, policia, prokuroria do duhet sepse në informacionet që kam edhe në atë zonë për shkak se ishte ish ushtarak, ishin instaluar kamera sigurie dhe normalisht aty mund të kuptohet e gjithë dinamika, do duhet të merret plan i posaçëm operacional. A janë informuar punonjësit e forcave Shqiponia në momentin që janë nisur drejt vendit të ngjarjes? A e dinin ata se në cilin terren do të shkonin? A kishin informacion për profilin e këtij personazhi? Po, sepse gjithë profili zoti Rakipi, kur hyet në një aksion nga forcat e policisë, ka një profil të rrezikshmërisë së personit që shkohet për të kapur. Nëse ju kujtohet, vite më parë janë vrarë 4 punonjës policie në Durrës nga Dritandajti. Dhe u injoruan atë kohë rrezikshmëria e personit që kishin përballë. E njëjta gjë mendoj ka ndodhur dhe këtë herë dhe normalisht nuk që ky person ka 9 vite në kërkim. Përveç se 9 vite ka dështuar disa herë Renea për ta kapur. Dhe si është e mundur që ndrohet në këtë mënyrë, jo, po nuk mund të shkojnë disa policë, të cilët nuk kanë pajisjet e duhura, nuk kanë armatimin e duhur, nuk kanë automjetet e duhura, në një zonë të thellë dhe që normalisht i e ke dërguar aty praktikisht policin për të vrarë. Në momentin që ai ka armatim të rënd, është njohur shumë mirë i zonës, është ushtarak, ka qenë te stanit që normalisht mund ta ndjejnë lëvizjen e policisë apo të çdo personazh, të çdo personi aty që në distancë dhe të gjitha këto, edhe errësira, sepse ato kanë shkuar që në orët e para të mëngjesit, krijon problematika dhe kjo histori nuk mund të mbyllet
me ulljen e një grade apo me përjashtimin nga radhët e policisë së shtetit. Do duhet të ketë përgjegjësi institucionale dhe penale, para dhe do duhet të ketë një vëmendje të shtuar. Ne kishim këtë rast nëse mbani mend në Lezhë, nëse ju kujtohet, një djalë i ri që më pas u vrak, u kundërpërgjigj, vrau një punonjës policie, ne nuk mund t'i lëmë zbuluar punonjësit e policisë, pavarësisht problematikave që kanë, që të shkojnë atje dhe të jenë të papërgatitur dhe të papajisur me antiplumb apo mjetet të tjera, dhe që të vriten mes rrugës nga eksponent të krimit. Okej, e kemi zauruar, s'kemi që themi më temë për këtë, Gjabina. Tani, kalojmë në një moment që është SPAK ka ashpërsuar situar dhe ka shtuar akuzat në Belinda Ballukut. Belinda Ballukut janë shtuar akuzat dhe SPAK i ka sekuestruar një vilë që dyshojt se i përket asaj. Indirekt tonë, indirekt i takon asaj. Ju në shpjegoni çdo me thënë indirekt tani se pronar indirekt, se kështë gjuar me thënë dhe gjoj për të parë, sa i përket kësaj gje, për çfarë akuze dhe pse ka dyshime SPAK se vila është e Balluk? Vila është apo ka ndonjë gjë tjetër? Tani për momentin ju e thatë dhe ka patur një reagim zyrtar nga ana e prokurorisë posaçme. Kjo e fundit ka shtrirë hetimet mbi zonjën Balluku edhe në kohën kur ajo ishte drejtoreshe e përgjithshme e Alp Kontrollit, vite më parë, pra përpara se të vinte si deputete dhe më pas si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë. Bëhet fjalë për një tender që zonja Balluku sipas hetimeve të SPAK rezulton që bashkëpunim me Eviz Berberin që në atë kohë punonte po në Alp Kontroll dhe ishte vartës po i zonjës Balluku dhe disa persona të tjerë, antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, kanë favorizuar kompaninë Eurocall të Cerapulit duke i dhënë një tender që kishte të bënte me Alp Kontrollin dhe ky favorizim sipas prokurorisë posaçme ka ardhur jo vetëm në përgatitjen e dokumentacionit dhe privilegjive të padrejta që janë dhënë kompanisë, por edhe gjatë shtimit dhe zbatimit të kontratës. Për këtë arsye pretendon prokuroria e posaçme, zonja Balluku ka kërkuar dhe ka marrë syri shvet një vilë e cila është ndërtuar nga kompania Eurocall në zonën, në fshatin Gjilek të Dërmiut. Besoj është një nga zonat më turistike në vend, në jug të vendit, por kontrata sipas hetimeve nuk rezulton të jetë lidhur me zonjën Balluku dhe kompanisë, por është lidhur mes ish futbollistit të kombëtares zoti Iglitare dhe kompanisë Eurocall. Pra këtë pretendohet, por zoti Tare pretendon që ai është një ish futbollist profesionist. Një minut, tani thuhet që ju thoni tani që kontratën e ka Iglitaria, dhe më thënë vilja ishtë mbi Iglitare. Po, në emër të Iglitares. Kjo është lidhja që thotë prokuroria. Por prokuroria pretendon që Klodi, përfundoj që nëse... Prokuroria pretendon që është në zotërim indirekt ose të tërthort nga zonja Balluku. Zoti Tare ka pretenduar që ka burimet mjaftueshme financiare dhe ka një pasuri të deklaruar në disa miliona euro dhe ka gjithë kapacitetin financiar për ta patur këtë vilë dhe ai pretendon që ka gjithë dokumentacionin, duke qenë se vendimi për sekuestrimin e vilës nuk ka rrjedhur, do duhet të presim, pra nuk ka patur të dhëna të tjera në media, do duhet të presim dhe zbardhjen e vendimit për të kuptuar çfarë realisht SPAK ka në dorë në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë sa i përket zonjës Balluku, është duke u hetuar për dy vepra të tjera, të cilat mund të konsiderohen të rënda potencialisht, sepse po hetohet për korrupsion pasiv kryer në bashkëpunim dhe për veprën penale të pastrimit të parave kryer por në bashkëpunim. Pra nga shkelje barazie në tendra, pozita e zonjës Balluku në raport me drejtsinë është rënduar ndjeshëm dhe normalisht kjo e vën në një tjetër raport të ri me drejtsinë shqiptare, sepse vepra penale e shkeljes së barazisë në tendra është një vepër e cila në thelb duhet thënë ka qenë një vepër relativisht e lehtë dhe për këtë arsye dhe mazhoranca socialiste nuk e dorëzoi zonjën Balluku përballë drejtësisë kur SPAK kërkoi autorizim për të arrestuar, duke pretenduar që ajo mund të, duke u larguar nga funksionet, mund të hetojë në gjendje të lirë. Kjo çështje është duke vijuar dhe SPAK njoftim thotë që është duke vijuar sërish hetimet për persona të tjerë të përfshirë në këtë histori që tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për abuzime me tendrat e rrugëve, por sipas SPAK ka të bëjë edhe me një skem të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Pra, janë formuluar si akuza këto thoni ju? Është në hetim zyrtarisht. Është në hetim dhe nuk është formuluar ndonjë akuzë. Atëherë është zyrtarisht person nën hetim. Personën hetim për këto akuza. Personën hetim për këto akuzat. Se dhe kjo mund duket pak e çuditshme kjo punë e vilës, se kupton. Që të ketë vila, Iglitaria mund të ketë disa vila. Për SPAK-u nëse Klodi ka mbaruar, SPAK-u pretendon që në mënyrë indirekte kjo vilë zotërohet nga
Belinda Balluku për një arsye sepse SPAK-u me anë të tretëve ka arritur sipas SPAK-ut të faktoj që disa punime në atë vilë që kanë bëjnë me arredimin apo pjesë tjera që shërbejnë për që një shtëpi të bëhet e jetueshme, dyshohet që janë bërë nga Belinda Balluku dhe kjo është një pretendim, por një pretendim që e ka prokuria e posaçme dhe që i takon më pas ta ballafaqojnë me gjykatën për të marrë atë formën e duhur ligjore. Iglitare ka pretenduar që ai është zotëruesi i vilës pasi ka një kontratë porosie me ndërtuesin, me Carapulin, dhe për këtë arsye vila është e tij. Në momentin ai është pyetur edhe mbi këto pjesën e arredimit dhe punimeve që janë bërë në vilë, dhe ai ka pretenduar që me këtë pjesë është marrë i vëllai i tij, i cili për shkak se Iglitari jeton jashtë vendit, është marrë vëllai i tij me këtë pjesë dhe ne pa kohë më parë kishim në SPAK edhe pyetjen e vëllait e Iglitarës. Pak a shumë kjo... Jo, do të pyes tani posaçërisht Iglitar, mbetemi te Balluku, çfarë kishe ti për të thënë për këtë? Dy gjërat e tjera që po përpiqet formuloj, duket sikur ka një përpjekje me bukë në torbë, pasi këta nuk arritën të realizonin këtë momentin e parë. Nuk arritën të merrnin mandatin e saj në... Po, nuk arritën të merrin mandatin, duket tani ka një ndjekje me bukë në torbë. Sigurisht duke edhe nga mënyra se si ishte formuluar akuza e parë, por edhe akuzat që vijuan më tepër, ose çështjet e zonjës Balluku. Dhe dukshëm që tani kemi një luftë të hapur mes SPAK-ut edhe Belinda Ballukut. Kështu që për shkak se Belinda Balluku ndaj saj janë bërë disa kallëzime në prokurinë e posaçme, opozita ka qenë kryesisht ajo që ka kallëzuar dhe sigurisht që janë disa procedime të hapura. Por dukshëm që SPAK-u ka një lloj strategjie në këtë hetim, sepse fillimisht shkoi duke pezulluar nga detyra, më pas fillimisht i komunikoi një akuzë për një çështje të caktuar, më pas vendosi ta pezullojë nga detyra dhe tani kemi një hetim të ri për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Pra, zonja Balluku aktualisht nuk po hetohet si zëvendës kryeministre dhe si ministri infrastrukturës dhe energjisë, jo vetëm për ta saksuar. Në këtë rast ajo ka qenë punë në aeroport. Al kontroll. Pra ideja është që SPAK-u është trirë edhe në funksionet. Prandaj tash me bukën torbë se kanë marrë dhe nga mënyra se si është edhe njoftimi i prokurisë së posaçme dukshëm ka të bëjë me Vizberberin dhe kam përshtypjen që një pjesë e hetimit, një pjesë e provave mund të kenë dalë edhe nga celulari i Vizberberit. Sërish, kupton. Absolutisht, sepse aty vijon, do të gjitha dosjet që po bëhen kohët e fundit, që kanë të bëjnë me tenderat e rrugëve, në fakt derivojnë nga celularet e Vizberberit, sepse ne e dimë gjëvarisht që ka pas të paktën 8 celular që janë sekuestruar dhe duke bërë këqyrjen e tyre dhe gjykata e ka dhënë autorizimin edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, me sa duket janë gjetur prova. Sigurisht, zonja Balluku nuk është zyrtarisht e pandehur për këto vepra penale, është vetëm personën e tij. Mbetet për të parë pastaj nëse ka tendera të tjerë që janë duke u hetuar, por çfarë bën përshtypje lidhet pikërisht me faktin që nuk po hetohet për funksionet e fundit që ajo ka kryer gjatë kohës në politikë si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, por SPAK është trirë edhe në kohën kur ajo ka qenë drejtoreshe e kontrollit dhe ndoshta mund të shkojë edhe më herët në kohë kur ka patur funksione të tjera të rëndësishme, sepse zonja Balluku ka punuar për shembull edhe në Bashkinë e Tiranës. Kështu që duke qenë se ka mbajtur, jo nuk është për qeshur, se për shembull kontrollin unë e kisha harruar fare që zonja kur ka lindur ajo se. Po në fakt për politikanët kjo ka ndodhur, nuk është asgjë e çuditshme, edhe Jo, unë nuk kemi çuditur, jo. Kjo ka ndodhur, i është bërë i gjithë hetimi edhe për zotin Velia edhe për zotin Meta, kështu që në këtë aspekt duket sikur SPAK po bën një hetim të gjitha aktivitetit të funksioneve që, pra, hetim të gjitha funksioneve që këto kanë mbajtur. Në rastin konkret, me sa duket kjo ka ndodhur edhe me rastin e zonjës Balluku. Pastaj se si SPAK ka arritur të lidh zonjën Balluku me favorizimin e kompanisë Eurocall të Carapulit, këtë mbetet për të parë, sepse vetëm sot ka dalë njoftimi dhe duhet parë vendimi i arsyetuar. A ka të dhëna, ka në një bisedë telefonike, ka në një dëshmi që implikon? Kam përshtypjen që është e njëjta situatë si në rastin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, ku me anë të tretëve, dëshmitë të tretëve, SPAK thotë që ai zotëronte ose familjarët e tij zotëronin një vilë në Dhërmi dhe një vilë
në gjirin e Lalzit. Dhe kam përshtypjen që është e njëjta skem e timi, dhe prandaj Spaku thot në njoftimin e vet në mënyrë indirekte zoti Rakipi, në zotërinë të saj, pasi që të ketë një hipotek ose një dokument hipotekor në emër të Belinda Ballukut, për këtë vil besoj është pamundur, kështu që pamundur. Po, se pastaj kjo lidhja me iglitaren, ja më nënçoni dhe këtë si duhet ta veçojmë vete dhe edhe një do më shpjegoni si lidhet iglitarja me këtë punë. Kontrata për këtë vit... E kemi ndryshe, mos jeni duke fjetur. E shpjeguam pak. Tares dhe ne shpjeguam, megjithatë me dy fjali që... Ke një tjetër strishë. Iglitaren, merë iglitaren, e fotni atë dhe se e shumë shpejt për të është nën hetim, zoti Rakipi. E shumë shpejt, për të mos vepruar shpejt. Jemi sa po kemi filluar. Është person nën hetim, jo i pandehur, zoti Tare. Dhe lidhet me gjithë... Atere prisheni, ja kemi bërë gabim ne, jemi shumë korrekt, merë të pandehur, me të drejtë fjalës, merë nën hetim iglitare. Ndryshojeni pak fjallën i pandehur. Strim parash. Tani, përse konkretisht se që iglitarja mund të ketë 1, 2, 5 vila, ka qenë nga futbollistit me mirë shqiptarë jashtë Shqipërisë, në Itali. Po, ka rreth 30 milion euro pasuri të deklaruar. Shtu që ndaj thash që jam personalisht... Një nga njësë më të pasur shqiptarë dhe i mund të ketë disa vila tani se... Ndaj thash që unë jam interesuar shumë të shikoj zbardhjen e vendimit. Si shkom të ideja s'pak tani që iglitarja ka marrë këtë vilë dhe i lë Belinda Ballukut. Zoti Tare pretendon që e ka blerë me burime të ligjshme dhe është një vilë që i përket atij dhe është lidhur mes tij dhe kompanisë Eurocall të Picarapulit. Ky është pretendimi që ka Zoti Tare. Ka një kontratë porosie. SPAK thotë që përmes personave të tretë, që janë kryesisht njerëz pranë zonjës Balluku, kjo vilë zotërohet në mënyrë të tërthort nga zonja Balluku. Pra, kjo është gjithë fabula që përdor SPAK-u. Megjithatë, thash, duke qenë se Zoti Tare është potencialisht ndër njerëzit e pasur në Shqipëri dhe ndoshta ndër futbollistët më të rëndësishëm dhe më... Sigurisht, ish futbollist më të rëndësishëm. Ish futbollistët më të rëndësishëm. Karrierë brillante duhet të thënë. Një karrierë të madhe dhe me shumë kujdes. Unë me njohë se kam takuar kur zotin Tare, po për që në kujdeshme sepse karriera e tij është një karrierë shumë brillante dhe mendoj që e kanë nderuar Shqipërinë në arenën ndërkombëtare dhe në këtë aspekt. Po ti dejte iglitarja për të kapur Belinda Ballukut. Ne duhet ta shohim deri në fund, të thash, unë jam një njeri që... Se kemi lecuar vendimin akoma. Jo, po duhet ta them këtë gjë se kam e merak. Unë jam njeri që ju e dini nuk kursej askënd. Nuk po them jo. Po në rastin konkret... Po në rastin e iglitares, të më thënë edhe unë ndihem shumë i çuditur. Duke qenë se bëhet fjalë për një personazh i cili realisht e ka nderuar Shqipërinë, flamurin shqiptar, personalisht preferoj të jem e kujdesshme, sepse jo se nuk jam e kujdesshme në raste të tjera, po në rastin e tij, dhe për sa kohë që ka dhe burimet financiare për ta blerë. Megjithatë, do duhet shohim zbardhjen e vendimit për të ditur edhe brendinë e tij, sepse nuk kanë, duke qenë se sekuestrimi është bërë ditën e sotme, ende nuk ka patur rrjedhje apo dalje të dhënave konkrete. Se ku lidhen. Po, është sekuestruar. Është tashmë në duart e Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. As Belinda Ballukut, po as iglitarja që është pronar nuk mund të futet aty. Kështu i bie, po. Tani është sekuestruar. Është sekuestruar, po s'mundet fut. Tani proces është kynë dhe ndjekim në proces, ndërkohë kemi një moment tjetër të interesant shumë që, Klodi, nuk ndodhë në për banka. Ka ndodhë një gjë shumë ronditse. Zbulohen vjedhje në UBA Bank. Personeli aty vjedh klientët. 400.000 euro ishin vjedhur. Do me thënë, aty nuk duhet të edhesh UBA Bank. Besoj aty nuk duhet të vesh paratë. Që është kjo tani? UBA Bank kush e ka? Grekëta, Turkita, kush e ka këtë? Besoj është, mos gaboj, kam përshtypjen që nga troj, është një biznesmen që ka dhe një kompani sigurimi. Morina po thënë. Kam përshtypjen po, Kadri Morina. Kadri Morina ka shoqëri sigurimesh. Po, ka dhe ba... Ja, Kadri, do me thënë, aty vjetë kanë lekët në banka. Si ka mundësi tani, 400.000 euro i kanë marrë klientëve. Do me thënë klienti shkreti qonë aty dhe befës? Po. Si ndë?
Ju duke që vëzdojnë të flisnin për këtë. Jo, po në qofë se na bën pyetje në do të Po ndalosh Po pra, na bën pyetje. qa ka ndodhë tani? Po ndalosh ti. Emisionin, po të ndalosh. Pra, thamë, qëfar është u ba bank? Po dëgjoj, do e ketë aq të ngjeshur emisionin. Se ne erdhëm dhe nga protesta, kupton? Jo, do të futim në momentin e fundit do futim protestën. Të gazetarin aty dhe kjo është pike e fundit që kemi bashkë. Po tani, Zoti Rakipi, UBA Bank ka patur llogarinë e dy klientëve, në llogaritë e dy klientëve 400.000 euro, të cilat përmes mandateve të falsifikuara, të pa autorizuara nga klientët të cilët i zotronin llogarit, janë 11 punonjës të bankës të cilët përmes mandateve të falsifikuara kanë tërhequr parat dhe i kanë boshatisur llogarit. Unë kam arritur të kem kontakt me njërin nga këto dy klientë i cili kishte edhe një pjesë të parave dhe ai pretendonte që e kanë sorollatur sa tek një bankë në tjetrën për të mos u zbuluar skandali i vjedhjes dhe i zbrazjes së llogarive bankare. Kështu që kjo në fakt nuk është një gjë e re, patjetër që është shumë shqetësuese, sepse në momentin aty bëj fjalë për shembull njëra nga zonjat kishte edhe fëmijët jetim dhe kishte përfituar, duhet të përfitonte nga këto llogari, pra kanë vjedhur parat e jetimve. Janë 3 jetim, ju ka vdekur babai vite më parë dhe zonja shkonte të tërhiqte parat për jetimet. Dhe ndërkohë për jetimin kanë thënë s'ka kush ankohet. Po, nuk ka kush ankohet. Jetimet të vetin. Dhe për këtë arsye, po, janë të mitur dhe për këtë arsye është sorollatur zonja nga njëra bank tek tjetra. Dhe çfarë ka ndodhur? 11 punonjës të bankës janë vënë nën akuzë për vjedhje duke shpërdoruar detyrën, falsifikim kompjuterik dhe falsifikim të dokumentave. Por sot ka pas një gjë interesante. Disa nga punonjësit aty brenda bankës kanë akuzuar drejtorin e filialit sepse kanë thënë që ne nuk kemi mbyllur, unë nuk di ta shpjegoj sistemin sepse nuk kam punuar në s'ka si ta shpjegosh, po. Por ata kanë pretenduar që kanë patur, duhet kesh Klodin ndoshta dhe Olën që të ta shpjegojnë, po kanë patur atë, për shembull unë ta shpjegoj me një gjuhë të thjeshtë, sistemin Teams. Më të thjeshtë është më mirë për popullatën. Për të hyrë në sistemin Teams, një punonjës policie ka emër mbi emër dhe ka një kod të caktuar. Të njëjtën mënyrë të operuari ka edhe punonjësi i bankës. Dhe disa nga punonjësit të cilat nuk janë më aty, po janë sot në akuzë dhe në masa sigurie, pretendojnë që ku largoheshin për shembull për të drekuar apo për të patur pushimin, kohën e pushimit, drejtori ju thoshte që do të linin atë llogarinë e hapur. Dhe ata pretendojnë që nuk i kanë bërë vetë mandatet false dhe nuk i kanë zbrazur ato llogari dhe nuk i kanë bërë ata vjedhjen, por sipas tyre është drejtori i filialit që ka bërë një gjë të tillë. Megjithatë, kjo është situata alarmante sepse kjo është një bank i nivelit të dytë dhe aty duhet ketë një hetim dhe një verifikim nga ana e Bankës së Shqipërisë, ndoshta edhe një hetim më tërësor nga prokuroria për të parë nëse kjo është një gjë që ka ndodhur masivisht në UBA Bank apo është një histori që ka ndodhur vetëm në këtë rast dhe është një rast i izoluar dhe sporadik në raport me të tjera. Izoluar, kjo që më tregon vetëm mua ti është akoma më tronditse, se unë e kam shnuar vërtet tronditse aty, ekipi e ka shnuar tronditse. Por kjo është shumë të rënditse, se u kanë bërë jetimve të miturve, të vegjinve. Sepse jetimet janë nipat dhe mbesat e një kolege i gazetare. Dhe për këtë arsye unë e di shumë mirë histori, nuk dua ta zbuloj, ajo ka shkruar për të edhe ndoshta do duhet ta ndjekim këtë histori, dhe ajo rrëfen se si kunata e saj, e cila rrit 3 fëmijë jetim, është sorollatur sa në një bank në tjetrën, për të marrë parat e jetimve, për të mbajtur frymën e fëmijëve që po rrite vetme, dhe ndërkohë nuk ka marrë asnjëherë përgjigje derisa ka kuptuar që llogarit ishin të boshatisura. Unë mund t'i referohem në një moment asaj çfarë deklaron kolegja, të lutem mos ma kërkoj që unë të ndalem konkretisht tek emri, sepse nuk do t'ishte etike, por ajo shpjegon që unë dalë thot në protest, sepse janë edhe për fëmijët jetim të vllajt tim, ku disa muaj më parë bashkëshortja më kërkoi ndihmë për një problem që kishte me UBA Bank dhe UBA Bank e ka sorollatur sa në një vend në tjetër dhe ajo nuk tërhiqte dot nga bankomati parat, sepse llogaria ishte boshatisur përmes vjedhjes duke shpërdoruar detyrën. Dhe është një histori e gjatë dhe shumë tronditse, sepse imagjino 3 fëmijë që nuk kanë mundësi për të jetuar, u janë vjedhur parat. Kjo histori nis diku në muajin shtator, ku një person i quajtur Iliro Muri paraqitet në policinë e Tiranës për të bërë një kallëzim në lidhje me boshatisjen e llogarive të tij, të cilat në total të paktën Ky është tjetër, s'ka lidhje me këto 3. Jo, është tjetër. Pra aty u vjedh kanë të gjitha? Janë 2 klientë të ndryshëm. Klodi.
Po janë, ndaj tash që duhet parë se është sporadike si gjë apo është sistemike. Ky person në kallëzimin që ka bërë fillimisht në policinë e Tiranës pretendon që janë marrë nga llogaritë e tij rreth 550.000 euro në total. Ai ka dhënë një dëshmi të detajuar në polici fillimisht dhe më pas në Prokurinë e Tiranës, ku thotë që prej vitit 2023 janë paraqitur në UBA Bank, thot, dhe kam lidhur kontratë depozitimi në vlera me afat 2 vjeçar, fillimisht për një shumë që shkon në 50.000 euro, pastaj një shumë tjetër është $75.000, pastaj një shumë tjetër është $20.000, një shumë tjetër është €185.000 euro, ky ka depozituar në periudha të ndryshme këto shuma parash për t'i depozituar në bank dhe për mos t'i mbajtur dhe për mos t'i mbajtur në shtëpi, ka depozituar në UBA Bank dhe diku rreth vitit shtatorit të vitit të kaluar, vitit 2025, ky ka kërkuar informacion në lidhje me paratë të cilat kishte depozituar. Dhe fillimisht drejtori i degës e cila ndodhet tek stadiumi Dinamo ka thënë që kemi një problem me sistemin në mënyrë që ky person mos të vijej në dieni të këtyre të vjedhjes që ishte bërë. Thotë, pas analizës që i kanë bërë statementit bankar, thotë, më ka rezultuar që në mënyrë të vazhdueshme gjatë vitit 2023 dhe deri në dhjetor të vitit 2024 janë bërë tërheqje nga llogaritë e mia. Domethënë ky vetëm depozitonte, ndërkohë nga krahu tjetër bëheshin tërheqje. Dhe konvertime monetare, thot, nga dollar në euro dhe nga euro në lek, duke tërhequr në mënyrë të vazhdueshme vlera të ndryshme deri tek xherimi i llogarive bankare. Në shtator të 2025-s, ky nuk ka gjetur asnjë lek në llogaritë e tij, ka bërë kallëzimin në policinë e Tiranës, më pas policia ka referuar në Prokurinë e Tiranës, dhe deri për të ardhur deri tek arrestimet që ka bërë Prokuria e Tiranës. Megjithatë, ky është një nga ato skandale që duhet tetuar seriozisht nga Prokuria e Tiranës. Ky denoncimi i këtij shtetasi bëri që të zbulohet edhe një rast tjetër, por kam përshtypjen që nëse do të hetohet siç duhet, mund të ketë edhe palishmëri të tjera në këtë bank. Në dijenin time, me sa unë kam komunikuar, ky person ende nuk i ka marrë paratë e tij, me që kam komunikuar, megjithatë mbetet për t'u sqaruar se cila do të jetë forma për t'i marrë këto para. Kështu që nëse mund të bëj një saksim, për shumë paratë janë nga një shoqat organizat bamirëse për fëmijët jetim. Pra në njërin rast, tek njërin nga klientët, po është rasti tjetër që unë përmenda, sepse po flasim për 2 raste, ju shpjeguat rastin e Omurit, po tek rasti tjetër, parat janë dërguar nga një organizat bamirëse për në ndihmë të fëmijëve jetim. Edhe fëmijët jetim nuk kanë arritur dot të tërheqin fondet që janë dhënë për të mbijetuar në kushtet që ato janë. Dhe ndaj me të drejtë ju e keni konsideruar si një situatë dhe si një ngjarje tronditse, sepse me thënë të drejtën të shkohet deri aty sa të vidhen edhe paratë e jetimve dhe për më tepër nga një organizat bamirëse, se nuk janë nuk e di, nga shteti apo ku di unë, po janë nga një organizat që ka identifikuar disa Okej, po në këtë rast Banka e Shqipërisë çfarë duhet të bëjë dhe çfarë ka bërë, sepse kjo është bankë e licencuar nga kjo bankë. Ndaj duhet ketë hetim për këtë gjë. Po përveç hetimit, Banka e Shqipërisë duhet të ketë një hetim administrativ edhe nga Banka e Shqipërisë. A e ka bërë këtë hetim banka? Po se ka bërë, se ndryshe s'do ishim këtu, ndoshta do të kishte Banka e Shqipërisë duhet të hetojë këtë, është një rast flagrant. Do të kishte penalitete mbi bankën pastaj nëse do të ishte në një bankë normale në Perëndim, do ta kishte marrë dhe kishte vënë kyçin. Kjo banka e madhe që ka dorë, kjo që i ka dhënë licencën. Po, është Allah, habi e madhe. Do të pyesim më pas për shembull për këtë gjë dhe po në fakt unë nuk e njoh shumë ligjin e Bankës së Shqipërisë, por mendoj që duhet ketë një hetim. Po kjo e ka licencuar. Sepse e ka licencuar dhe në momentin kur në rastet konkrete pra kryen vepra të tilla penale ose ka dyshime, do duhet patjetër të ketë një auditim, mendoj, nga ana e Bankës së Shqipërisë për të kuptuar, sepse nëse kjo ka ndodhur në mënyrë sistemike dhe ka edhe raste të tjera, pastaj janë përpara kushteve të hapura të paligjshmërisë, që normalisht mund të çojnë deri në heqjen e
licencës së bankës. Megjithatë, duhet i kthejmë ligjit ta shikojmë nga afër për dhënë edhe ndoshta një përgjigje më të saktë sa i përket. Në proces është kjo, do të shohim, do të ndikim, unë do të telefonoj edhe stafi, do të telefonoj edhe bankën kombëtare, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, sepse janë ata të parë që të gjykojnë, se nuk bën vetëm prokuroria dhe ligji fillon që këtu. Duhet të jenë disa institucione që të reagojnë. Po institucioni i parë që përgjigjet është kjo bankë. Atëherë, regjia, nëse mundet me Mareglenin, jemi në a ka mbaru protesta, nëse Maregleni vazhdon të jetë regjia më ndihmon. Mareglen ka mbaruar protesta? Në fakt vazhdon akoma ylli, ndonë se kanë kaluar më shumë se 3 orë, një grup, po thëmë, i konsiderueshëm protestuesish janë para kryeministrisë dhe vazhdojnë me thirrjet e tyre të cilat i kanë të përsëritura në mënyrë të herpasershme në protestë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, anullimin e projektit dhe po ashtu kërkojnë rishikimin edhe të ligjit për zonat e mbrojtura. Në fakt, ylli pak më përpara, po them, protestuesit me një densitet të lartë ishin të paktën deri këtu ku jam unë momentalisht, që jemi thuajse për identifikim edhe për qytetarë, pikërisht te ura e lanës që të qonë për te selia numër 2 e Bankës së Shqipërisë, ose thënë ndryshe te ishë Hotel Dajti, i cili quhet. Vazhdojnë ndërkohë një pjesë e protestuesve, ka të tjerë të cilët vinë edhe ikin. Ajo që është e veçantë në fakt në këtë protest është qëndrueshmëria e personave të cilët qëndrojnë në protest dhe mosha e tyre e cila është relativisht e re. Kontaktove nga ata, sepse unë desha që të kisha në studio nga ata, po ndoshta javën tjetër, sepse më thanë që ata po bëjnë gati kërkesat e gjitha, se në fundit ata duhet deklarojnë çfarë kërkojnë, e kupton, se duke ishin kërkesa të ndryshme, shumë kërkesa të panumërta që dhe duhet t'i sintetizojnë, t'i përcaktojnë që kërkesat janë këto, 1, 2, 3, 4. Ti konkretisht donin të flisnin për kamerat dhe kërkesat thelbësore i theti ato, po nesër do vijojë? Unë kontaktova me disa prej tyre të cilët po them janë te pjesa e organizatorëve, po për shkak të angazhimit thanë që kishin edhe aktualisht në proteste, kishin të pamundur që të jepnin një intervistë në këtë moment edhe për të patur një sintetizim ose një përmbledhje të protestave të tyre. Mbetet për në ditën e vijim. Ditën e nesërme do të ketë po ashtu protest do të vijojë, ndërsa pritet që të ditën e shtunë të ketë, po them, të jetë një protest kulmore e tyre të cilët të paktën sipas informacioneve dhe pretendimeve të atyre të cilët, po them, qëndrojnë si në kryet pjesë nga shoqëria civile, të cilët merren me organizimin e protestës dhe ditën e shtunë pritet që të kenë, po them, një protestë më të madhe dhe me kërkesa më të qarta. Kjo sa i përket pjesës së organizatorëve. Ndërkohë, gjatë gjithë kësaj kohe që prej orës 18 ka mundur të komunikoj me qytetarë të ndryshëm, pasi thash më bëri përshtypje gjatë gjithë këtyre ditëve mosha e protestuesve dhe i pyesja se Generata Z është përgjithsisht aty. Iniciative në të cilë Generata Z përgjithsisht. Edhe Alfa. Edhe një Generata Z është përgjithsisht. Të rinjë të fare. Por kështu drejtus, mos e ne jemi mësuar që ka drejtus. Për shembull është doktori që bën mitingje, është tjetri. Aty ka një drejtus, 5 drejtus, 10 drejtus, apo janë të gjithë? Shiko, ka drejtues janë kryesisht nga shoqëria civile dhe
ka 2 ose 3 po them foltore të vogla të cilët ku ngjiten në një shkallë edhe marrin një megafon dhe japin mesazhet e tyre, por nuk ka një podium apo siç organizime të ngjashme siç ndodhet me partitë politike, por duke qenë se është nga shoqëria civile dhe rrymat janë të ndryshme edhe grupimet po them janë të ndryshme dhe duke mbajtur jemi okay, unë të falenderoj, ne do të jemi përsëri, domethënë do të jemi në ditët në vijim, ajo do të vijojë protesta dhe bashkë do të kemi një relacion më të afërt për këtë problem. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Edhe 2 kolegët që unë kam në studio i thira ikën nga protesta që erën të unë në studio për të veçuar këtë ngjarje, se tani do të kalojmë në pikërisht në këtë pjesë që është një pjesë mjaft e rëndësishme, mjaft e strigjatur, që do të jetë e gjatë, domethënë, dhe ne do të bisedojmë gjerësisht me një panel të gjerë, më të gjerë se të zakonshmin. Klodi, kështë në një fjali vetëm me për këtë... Kam disa fjali me thënë drejtën, mund tjetë protesta e tretë që dalë edhe si gazetare, por edhe si qytetare, kam dalë në protestën për armët kimike, kam qenë në protestën e studentëve, në protestën e teatrit, por kjo është protesta me bukur, që ja ta them unë, sepse është një protest me të rinj dhe të reja, është një protest për tet majtës dhe djathës, është një protest kundër politikës vjetër, është një protest e cila nuk është kundër zhvillimit, por është pro transparencës dhe ndoshta fytyra me shëmtuar e qeverisjes shqiptare që kulmoi me ngjarjen e Zvërnecit, ku një qytetar u tërhoq zvarr në mënyrë barbare e derdhja të kupën që ishte mbushur me korrupsion. Dhe unë shikoj një gjë ndryshe. E di çfarë parë sot dhe më mbushën syt me lot të rinj që shkuan dhe ju dhanë policëve karafil të kuq dhe të bardhë në nderim të kolegut të tyre me kolli që u vra ditën e sotme në Maliq. Unë pash të rinj të cilët ju ofronin ujë punonjësve të policisë. Kam parë nën me fëmijë 5 muajsh që kishte dalë në shesh dhe e vinte në gjumë në gjitha të zhurmë. Kam parë aty edhe gjyshër apo gjyshe që kishin marrë nipat apo mbesat me vete. Dhe ka një makineri propagande për të thënë, është nga agenturat, është nga... Jo, edhe atë do diskutojmë, se pastaj në këto raste, thelbi shkujtoni ju, por në këto raste përfitojnë shumë. Patjetër. Përfitojnë, ka shumë përftus. Unë nuk kam dëgjuar nga asnjë prej protestuesve të thuaj që jemi kundër zhvillimit. Por thuaj që të jetë një zhvillimi qëndrueshëm i turizmit, të mbrohen zonat e mbrojtura, të mbrohen të ketë... Erën tjetër do të kem ty këtu për këtë problem. Po jo, se në qofë se më thua, se po ma mbylle këtu pas jo, po ta mbyllë sepse po presin, se mi ikin këta që kam tiru. Të ikin ata, do më thënë duhet qasi, se ja, këshu fillon, do më thënë këshu fillon edhe sundohet politika. Po mi më futët dhe mua, se kjo të vjetrit më futën. E mbyllim. Të them dhe unë një fjali. Një fjali, e. Një fjali e kam, një fjali. Unë mendoj që kjo protest ka kaluar Zvërnecin dhe nuk duhet fokusohet. Është shumë se Zvërnecin. Nuk duhet fokusohet më. Duhet lexuar vërtet nga ata që na drejtojnë se ç'është kjo protest. Kështu që ka kjo protestë shumë e madhe në raport me është më shumë politike tashmë se sa mjedisore. Mirë, patjetër se kjo protest për sa kohë nuk ka një kokë, por është larg të qenit protestave politike. Mjafton se është pankarta. Po është e bukur pra. Dhe është shumë e bukur pra. Është nga ato që tregon. Unë nuk e dija që kishte kaq shumë të rinj dhe të reja që rrin gjithë ditën në terren. Të nderuar shumë e drejtë, Zvërneci është shumë e vogël. Jo, absolutisht, aty s'ka më Zvërnet, aty po fitet gjitha. Do të kemi tani ju falenderoj shumë. Për korupcionin 36 vjeçar. Ju falenderoj shumë. Po protestohet kundër korupcionit 36 vjeçar. Për ndihmesën në këtë pjesë e emisioni, e rëndësishme shumë dhe kjo, sepse ndolën ngjarje të befta të cilat ne nuk mund i linim pa përmendur. Ju falenderoj shumë, fare shkurt publicitet dhe rikthehemi në studio.